Ndalimi I mishit të derrit, faktet rënditse. Të parë tanë nuk kanë ditur urtësinë e ndalimit të mishit të derrit, megjithatë nuk e hanin atë të shtyrë nga besimi dhe bindja ndaj Allahut. Ndërsa neve sot, zbulimet mjekësore na kanë dhënë faktet mjaftueshme për dëmet e mëdha që sjell ngrënia e tij. E megjithatë, ato nuk I mjaftojnë logjikës njerëzore të largohet ngrënies së mishit të tij. Shkenca ka zbuluar se muskujt e mishit të derrit përmbajnë një etapë virusale të shqiritit të derrit, gjatësia e të cilit mbërrin apërsisht nga 6 deri në 8 metra. Këto krimba rriten në muskujt e derrit dhe kalojnë te njeriu nëpërmjet të ushqyerit me to. Ky krimb, larv, është përhapur në Evropën qendrore dhe veriore, në Afrikë dhe Azinë qendrore. Si rezultat I kësaj larve, lind tek njeriu I sëmur një ndjenjë vazhdueshme urie, e cila ndonjëherë mund të arrijë në gradën e epilepsisë nga nevoja ose shtytja jashtëzakonshme për ushqim. Megjithë të ngrënët e shpeshtë të shumt, ankohet për rënje peshe dhe vuan nga anemia. Madje ndërpritet rritja e trupit të tij plotësisht nëse është në moshë të re, I sëmuri her pas here, vuan nga dizanteria alternuar me kapsllëk. Sikurse mund t'i ndodh bllokimi I zorrëve për shkak të masave të mëdha të krimbave të ngjitur në kanalet tretëse. Mureve të stomakut I ndodhin çarje dhe infeksione të shumta, si rezultat I ngjitjes me gjëmbat e tyre. Gjithashtu krimbat, kur mbërrin në gjak, elmet e tyre shkaktojnë ngacmimin e qelizave të trurit dhe I sëmuri ankohet nga dhimbje të mëdha koke, lodhje të trurit dhe çrregullim të logjikës. Prej pasojave që përmendëm, mund të përfytyrojmë gjendjen e të sëmurit, I cili zakonisht ngjan I dobët, I verdh, I pafuqishëm, jo I shëndetshëm, me tretje të çrregullt, dhe një pamje të tillë, Islami nuk e pranon për besimtarin. Krahas kësaj, ngrënia e mishit të derrit shkakton edhe trikinosi spiral, infeksion të paretëve të zorrëve, plasje të lëkurës. Ngrënia e mishit të derrit shkakton gjithë këto sëmundje edhe për aktin se ai përmban sasi më të madhe të acidit urik ndër të gjitha kafshët që gjenden mbi tokë. Kafshët e tjera e sekretojnë këtë lëndë në mënyrë të vazhdueshme nëpërmjet urinës, ndërsa trupi I njeriut e sekreton 90% të kësaj lënde me ndihmën e 2 veshkave. Derri nuk mund të nxjerrë vetëm 2% të kësaj lënde, dhe pjesa e mbetur bëhet pjesë e mishit të tij. Për këtë arsye, derri ankohet nga dhimbja e kyçeve, reumatizma dhe sëmundje të tjera analoge të ngjashme. Dr. Hans Henrik Rekvek bëri një eksperiment me mishin e derrit, eksperiment të cilin e përshkruan kështu: vendosa të bëj eksperimente më bindse me kafshë eksperimentale. Për këtë bleva një fis minç të bardhë dhe I futa në 30 enë prej qelçi dhe bëra eksperimente të ndryshme ushqimi në grupe të ndryshme. Rezultatet I përshkrova në librin tim Homotoksinet dhe homotoksitet, bazamenti I një sinteze të medicinës 1995. Mint eksperimental të ushqyer me mish derri kanë prirje për kanibalizëm. Gjatë rritjes së tyre u paraqit kanceri në pjesë të ndryshme të trupit të tyre. Edhe mint e ushqyer me ushqim të rëndomt kishin shenja të sëmundjes, umolepsën por jo me kancer, kanibalizëm dhe sëmundje të tjera vdekjeprurse. Pasi kisha përfituar njohuri të shumta mbi veprimin toksik të mishit të derrit, treguan dhe prova të tjera mbi veprimin helmues të tij. U njoftova që qentë e racës boxer nuk guxojnë në asnjë mënyrë të ushqehen me mish derri, sepse sëmuren shpejt me sëmundje të lëkurës dhe të organeve të brendshme. Eksperimenti I ngjashëm ushqimi është bërë edhe me kafshët e cirkut, posaçërisht me luanin dhe tigrin. Kur këto kafshë ushqehen me mish derri, bëhen përtacë dhe të majmë. Përveç kësaj, vuajnë prej tensionit të lartë të gjakut, gjakderdhjes nga hundët, e cila më pas bëhet shkak I vdekjes së tyre. Një pronar I rritjes së troftave më tregoi se është në gjendje që për një ditë t'i zhduk të gjitha troftat e tij duke I ushqyer me mish të grimcuar derri. Ai gjithashtu tregon: ky tregim është rezultati I një eksperimenti të padëshiruar. Për këtë më kanë informuar kolegët e mi që kanë marrë pjesë direkt në të. Gjatë luftës së dytë botërore, në fronin verior afrikan që e drejtonte general Feldmarschall Rommel, u sëmurën shumë ushtar gjerman nga e ashtu quajtura ulçra tropike, domethënë prej të thatit në kofshën e këmbës, si pasojë së cilës bëheshin të paaftë për luftë. Ata shtroheshin disa javë nëpër spitale dhe së fundmi I largonin prej fronit. Mjekët I provuan të gjitha metodat e shërimit si hemoterapinë e të tjerë, por të gjitha ishin të pasuksesshme. Pastaj mjekëve u lindi ideja se I thati në këmbë paraqitet dhe ka lidhje me ushqimin, pasi popullata vendase nuk ishte përfshirë nga kjo sëmundje. Menjëherë mor vendimi që ushtarët u ushqyeshin pa mish derri. Skaloi shumë kohë dhe kjo sëmundje u zhduk. Fakti që mishi I derrit është I dëmshëm dhe shkakton helmime, më ishte bërë I njohur që para luftës. Atëherë pranoja se mishi I freskët I derrit ishte I dëmshëm, por jo edhe mishi I thatë, suxhuku dhe prodhimet të tymosura të mishit të derrit. Këlejtitje më ndodhi sepse mishi I freskët I tij shkaktonte sëmundje akute, ndezjen e zorrës së verbër, ndezjen e fshikëzës së urinës, ulçrën si dhe shumë sëmundje të tjera në organet gjenitale.
Disa vite më vonë, mu dha rasti të mësoj nga eksperimenti i ndërrimit të ushqimit të popullsisë së përgjithshme gjermane. Ky eksperiment i padëshiruar, i ndërrimit të popullsisë, ndodhi vitet e para, gjatë dhe pas luftës së dytë botërore, gjatë viteve të varfërisë, gjatë luftës, dhe veçanërisht pas saj, që me reformën monetare të vitit 1948, kur arriti kulminacionin populli gjerman ishte i shëndetshëm. Të paktën, ishin ata që kishin mundësi të ngopeshin. Mishderi s'kishte as pak, ndërsa mishi në lloje të tjera ishte në sasi të vogla, kurse buk, pemë dhe perime në sasi të bollshme. Gjatë asaj kohe, s'kishte asnjë rast të zorrës së verbër, asnjë rast të ndezjes së mshikzës. Po ashtu u zhdukën sëmundjet si reuma, infarkti, tensioni i lartë i gjakut, sëmundjet ngjitse e të tjerë. Por menjëherë pas reformës monetare, kur mishi dhe dhjani i derrit përsëri u gjendën në treg me sasi të mjaftueshme, ndërroi tërësisht pasqyra shëndetësore e mbar popullatës gjermane. Të gjitha llojet e sipërpërmendura filluan të bëjnë kërdi në popullsi. Veçanërisht tmerruese ishte shtimi i madh i të sëmurëve prej kancerit. Shumë pacientë të moshës 60 deri 70 vjeçare, të cilët deri atëherë kishin jetuar pa vështirësi, u sëmurën papritmas. Në organet e tretjes dhe më vonë u paraqitet edhe kanceri. Zhvillimi i këtyre ngjarjeve ishte aq instiktiv dhe biologjikisht i kuptueshëm, saqë prej tyre kishte udhëzime të sigurta se prejardhja e këtyre sëmundjeve ka lidhje me helmimin. Për këtë kanë raportuar edhe në revistën mjekësore të Munihut, numër 12/1952, në punimin tim të parë mbi homatoksinet. Pas shumë vitesh me eksperiencë më të madhe, u vërtetua se shumë sëmundje si artriti, artroza dhe sëmundje të tjera tek grat kanë lidhje me konsumin e mishit të derrit. Përveç kësaj, deri me ndyrsinë e tij, përhap shumë sëmundje, më kryesoret e të cilave janë dizanteria, fruthi i derrit dhe krimbat e peshkut.